unë e kam qenë fushat për ditë. Ka 16 orë, 17 orë në çdo qytet Kosovës kum shku. Edhe unë si ka ndonë 100 euro kom taku njerëz PDK-s më kanë thonë se di bra dal me votu se i ka blez zgjedhjet edhe nuk e di ako efekt. Dekurajimi që i ka ndodhur njerëzve na ka dëmtuar neve shumë me këto shpërdorimin e paras publike. Kjo i ka bërë zgjedhje të pandeshme. E dyta. Po vetëm të rasti Vjosa Osmani nuk do të Albin Kurti ka pështu me 134.000 vota Ramje, duke shpërnda milionat. Por unë du me i falenderu gjitha ata njerëz që kanë tregu dignitet edhe për kunder këti invazioni me paran publike, kanë rezistu, kanë tregu dignitet edhe kanë mbrojt demokracinë në Kosovë edhe kanë refuzu pushtetin me 134.000 vota. Dhe ditë gjitha armal, ka rëndësi ideja pse i na shkon këtë zgjedhje. Rezultati interpretohet në linjë me idenë. Pse i na shkon këtë zgjedhje? Se Albin Kurti ka thonë dakord mu presidenti. Se na shku për rrogat as për kurrë tjetër. Veç për presidentin na shku. A i takon Albin Kurtit edhe presidenti ajo, tregoj 134.000 vota minus. Ky vend, me 7 qershor, ka pas me zgjedh, a do me vazhdu me demokraci, a do me këthy në nivel autoritar. Kosova ka zgjedh me demokraci. 134.000 vota, pra ju thatë që 134.000 votat i kanë tregu Albinit, a i takon me bo presidentin ajo. 37.000 veta këtu votat juja, që i keni hup, ju kanë tregu që s'keni të drejt me i qitë kondurni ju 2 kandidat. Kush ka thonë ato? Ju keni thonë 2 kandidat duhet me qitë na. Ajo që shte tjetër. Neve na kanë tregu 37.000 njerëz, na kanë tregu që ne nuk e kemi lujt rolin mjaftueshëm, rolin që na përket, unë e pranoj këtë, për me amor pushtetin Albin Kurtit. Po 134.000, me 37.000 nuk janë njëjtë si numër e para, edhe nuk janë njëjtë si situatë, se ky 134.000 i ka ndonë 100 milion euro, e i ka dekuraju 37.000 PDK-s. Kjo është shpjegimi. E qysh po dekurajon, ose kanë parë shumë votues të juj, se këta janë rrit të LDK-s. Po LDK, tash, parot prej kunisesh, LDK-ja nuk ka qenë pozicion që me thonë me hup. Me hup ende LDK-ja këshin, edhe LDK-ja me gjatë ka pos një shtim. Me shkurt. A është rrinë krasim me shkurt? Jo, e kom bo krasimin. Ka hup shumë. Po, exakte. Po, ka hup shumë me shkurt. Edhe është LDK-ja. LDK është bashku Vjosa Osmani me disa deputet, dhe qaj është efekti që aty në 3.000 vota. Plus, ajo ka shpjegim, po 37.000 njerëz mundet me dekuraju pushtetin me mekanizmin e vetë. Edhe ka arrit me dekuraju, edhe mësë me dalë me votu. Nuk kanë votu kundër PDK-s. S'ka dalë me votu, mu ma kanë thonë plët njerëz. S'po dalim na, po shkojnë në pushim, se kuj ka blezë zgjedhjet. Edhe e ka vonë këtë rezultat që ka vonë, po nëse vleme që të përsëris të njerë. Me 7 qershor, me përsëris, kemi pos me zgjedhje. A dojmë me vazhdu me mejtë vend demokratik, a dojmë me bo vend autoritar me alo krejt pushtetin Kurtit. Shoqënia kosovare, për kundër që kemi humbë vota, ka zgjedh me mejtë vend demokratik duke ullë Albin Kurtin e duke ja pa mundësu me bove qeverivet. Unë besoj që asë me vota diasporës e ka problem me arrit të 52-3 deputet atë sa i duhen për me bo qeveri. E ka problem mi bo 53? Unë besoj që e ka problem sepse votat e diasporës do dolin ndryshe kësajre, ka shumë gjatë që do të mbesin 50-50. Ylli?